Problematika e menaxhimit të mbetjeve urbane në qytetin e Vlorës vijon të mbetet një ndër shqetësimet më të mëdha për banorët. Në shumë zona të qytetit, veçanërisht përgjatë rrugëve kryesore, por edhe brenda bloqeve të banimit, kontenierët e mbeturinave janë shpesh të tejmbushur, duke krijuar një situatë problematike që duket se shpërhapur pothuajse në të gjithë territorin urban. Banorët shprehen të shqetësuar për përkeqësimin e kësaj gjendjeje, duke theksuar se situata është bërë edhe më e rënduar kohët e fundit. Sipas tyre, pastrimi nuk kryhet në intervale të rregullta dhe mungon një organizim i qartë nga ana e institucioneve përgjegjëse. Ata nënvizojnë se pavarësisht pagesës së taksave për këtë shërbim, standardi i ofruar mbetet i ulët dhe larg pritshmërive. Në mungesë të ndërhyrjes në kohë, mbeturinat përhapen përreth kontenierëve, duke krijuar jo vetëm ndotje vizuale, por edhe rreziqe për shëndetin publik. Era e pakëndshme, prania e insekteve dhe papastërtitë e shpërndara janë kthyer në një realitet të përditshëm për shumë familje, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e jetesës. Nga ana tjetër, ndërmarrja e pastrimit duket se nuk po arrin të përmbush funksionin e saj në mënyrë efikase. Në vend që të garantojë një shërbim të vazhdueshëm dhe cilësor, puna e saj perceptohet si e pamjaftueshme, madje në disa raste edhe inekzistente. Kjo ka rritur ndjeshëm pakënaqësinë e qytetarëve, të cilët ndihen të neglizhuar përballë një problemi që i prek drejt për drejt. Situata aktuale dëmton gjithashtu imazhin e qytetit, veçanërisht duke pasur parasysh se Vlora është një nga destinacionet kryesore turistike në vend. Një mjedis i ndotur dhe mungesa e mirëmbajtjes rrezikojnë të ndikojnë negativisht në perceptimin e vizitorëve dhe në potencialin ekonomik të zonës. Ekspertët theksojnë se përveç përmirësimit të organizimit institucional, një rol të rëndësishëm luan edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve. Bashkëpunimi mes institucioneve dhe komunitetit konsiderohet kyç për zgjidhjen afatgjatë të kësaj problematike. Nëse nuk merren masa konkrete dhe të menjëhershme, ekziston rreziku që situata të përkeqësohet më tej, duke sjellë pasoja për mjedisin dhe shëndetin e banorëve, duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit turistik.